Banorët e Galicias në veriperëndim të Spanjës janë zgjuar mes pasojave të një prej stuhive më të fuqishme që ka goditur rajonin në vitet e fundit. Rreshtit intensive të shiut dhe stuhit e forta kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në disa zona, duke mbuluar rrugët me ujë dhe baltë, ndërsa rrëshqitjet e dheut kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Një nga zonat më të prekura është komuna e Viana do Bolo, ku rrjedhat e ujit dhe balta kanë përfshirë fshatra të tëra pas orësh me stuhi të dendura. Banorët tregojnë se kanë parë ujëra të depërtojnë në oborret dhe shtëpitë e tyre me një forcë të pazakontë. Një banore e zonës tha se dyert e oborrit të saj u shkatërruan nga vërshimi i ujit, ndërsa shtëpia u mbush me baltë. Ajo e përshkroi ngjarjen si diçka që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë gjatë jetës së saj. Sipas mediave rajonale, kryetari i bashkisë së Viana do Bolo deklaroi se disa fshatra u përmbytën pothuajse plotësisht nga forca e ujit. Në shumë zona, rrëshqitjet e dheut kanë mbuluar automjete, garazhe dhe objekte të tjera, ndërsa shtresat e baltës kanë arritur deri pranë dritareve të banesave. Dëmet janë përkeqësuar edhe nga bllokimi i rrugëve, duke izoluar banorët dhe duke vështirësuar ndërhyrjen e shërbimeve të emergjencës. Autoritetet meteorologjike dhe mediat lokale raportojnë se gjatë 24 orëve të fundit në Galicia janë regjistruar afër 6.000 goditje rrufesh. Aktiviteti i fuqishëm atmosferik ka përfshirë veçanërisht pjesën lindore të rajonit, duke shkaktuar situata emergjente në disa komunitete. Ekipet e shpëtimit dhe autoritetet lokale vazhdojnë punën për pastrimin e zonave të prekura, hapjen e rrugëve dhe vlerësimin e dëmeve.